A i dini se që nga viti 2000 më shumë se 3.000 njerëz kanë humbur jetën në rrugët e Kosovës? Kjo është një statistikë vërtet rënditse. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës Gazmend Hoxha në prezantimin e punës vjetore të Policisë Rajonale të Prishtinës tha se numri i viktimave është rritur vet pas viti dhe se vetëm vitin e kaluar humbën jetën mbi 100 njerëz në aksidente trafiku. E këto aksidente nuk kanë ndodhur vetëm në Prishtinë, por kudo në Kosovë. Hoxha tha se duhet të kemi mbështetje nga të gjithë, duke përfshirë komunat, Ministria e Infrastrukturës, për mbi të gjitha nga qytetarët të cilët duhet të jenë të vetëdijshëm. Ai ka numëruar disa nga faktorët që kanë ndikuar në rritjen e problemeve në trafik, duke përmendur numrin e madh të njerëzve që kanë vizituar Kosovën, rritja e numrit të veturave dhe i patent shoferëve, ku në vitin 2011 kanë qenë 400.000 patent shofer, ndërsa sot janë mbi 900.000 sash. Ndër të tjera ai ka përmendur se në Prishtinë ka pasur rënje të rasteve të vrasjeve, grabitjeve, vjedhjeve të rënda dhe dhunës në familje.